Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga koliti, këto janë ushqimet që nuk duhet t'i fusni në gojë, pasi po ju dëmtojnë. Koliti është një sëmundje e lidhur me inflamacionin e zorrës së trashë, e shkaktuar nga disa faktorë. Nëse vuani nga koliti, e dini mirë që shoqërohet me simptoma të ndryshme si enjtja, kapslloku, diarreja, si dhimbja e barkut pas vakteve. Duke qenë në një çrregullim i përsëritur, i karakterizuar nga një periudhë e dhimbjes dhe periudha të stazës, prandaj është shumë e rëndësishme të njihni ushqimet që mund të përkeçojnë simptomat tuaja. Sipas health.com do të rendisim disa nga ushqimet që duhet të qëndroni larg për të evituar kështu edhe shqetësimet e kolitit. Ushqimet e skuqura dhe ato të yndyrshme duhet të qëndroni larg nga këto produkte, pasi mund të çojnë në probleme të tretjes. Ushqimet e skuqura dhe ato që përmbajnë sasi të larta të yndyrës përkeçojnë simptomat e kolitit sepse vështirësojnë tretjen dhe rrisin inflamacionin. Konsumi i tepërt i ushqimeve të skuqura arrit spazmën e zorrëve në episodet e dhimbjes dhe diarres. Drithrat dhe farat me kokra të mëdha. Megjithse konsumi i fibrave rekomandohet gjithmonë për një tretje më të mirë, nëse vuani nga koliti, duhet të shmangni fibrat nga ushqime të tilla si drithrat dhe farat dhe kokrat e mëdha. Ato rrisin prodhimin e gazrave të zorrëve, rrjedhimisht edhe rrezikun e fryrjes dhe dhimbjeve të barkut. Qumshti dhe nënproduktet e tij. Qumshti dhe nënproduktet e tij janë në numër 1 për personat që përballen me këtë shqetësim. Bulmeti duhet të eliminohet jo vetëm për shkak të yndyrnave të larta, por edhe prezencës së laktozës. Edhe pse jo të gjithë janë intolerant ndaj saj, është një ide e mirë që të reduktoni konsumin e bulmetit. Gjithashtu nuk duhet të përfshini ushqimet e përpunuara siç janë sallamrat. Sallamrat përmbajnë shumë yndyra, por edhe krip dhe substanca artificiale që rrisin inflamacionin e zorrëve. Konsumi i tyre i rregullt shkakton vështirësi në tretje dhe rrit praninë e toksinave në zorr. Për më tepër, ato rrisin rrezikun për të prekur nga mbipesha dhe sëmundje të tjera inflamatore. Margarina. Margarina dhe gjalpi janë ushqimet që nuk duhet të përfshiheni në dietën tuaj nëse vuani nga koliti. Përmbajnë shumë yndyrë transgjenike dhe vajra të hidrogenizuar që përkeçojnë inflamacionin e zorrëve. Gjithashtu stimulojnë prodhimin e substancave kimike që rrisin perceptimin e dhimbjeve. Pijet alkolike dhe ato me gaz. Pijet alkolike dhe ato me gazra irritojnë së tepërmi sistemin tuaj të tretjes. Përmbajtja e lartë e sheqernave përveç dioksidit të karbonit dhe ngjyruesit rrit në mënyrë aciditetin dhe inflamacionin. Janë përgjegjëse për simptomat si gazrat e zorrëve, dhimbjet e barkut dhe diarreja. Prandaj personat që tashmë vuajnë nga shqetësimet e kolitit duhet të jenë dorështrënguar me këto produkte. Koliti është një sëmundje e lidhur me inflamacionin e zorrës së trashë shkaktuar nga disa faktorë. Nëse vuani nga koliti, e dini mirë që shoqërohet me simptoma të ndryshme si enjtje, kapslok, diarre, dhimbje barku pas vakteve. Në fakt, shumë njerëz kanë tendencën të ngatrojnë atë me diarren duke qenë një nga simptomat kryesore të problemit. Duke qenë në një çrregullim i përsëritur i karakterizuar nga periudha të dhimbjes dhe periudha të stazës, prandaj është e rëndësishme të tregoheni më të vëmendshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi disa ushqime mund të ndikojnë negativisht dhe të përkeçojnë gjithashtu edhe shëndetin e tretjes. Koliti ose koliti ulceroz, siç është i njohur, është një çrregullim kronik inflamator i zorrës së trashë, që mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore si dhe një ndikim i rëndësishëm negativ në cilësinë e përgjithshme të jetës së personit. Për shërim të plot gjithçka nis nga ushqimi. Hani fruta të freskëta dhe perime organike ku ju mund të përfshini zarzavatet e papërpunuara, lëngun e gjethteve të tilla si lagra jeshile, sallatat, spinaqi, zarzavatet shqiptare dhe sigurohuni që të gjitha të jenë organike. Zgjidhni një gamë të gjerë të perimeve, duke u rrotulluar në zgjedhjet që duhen provuar në shumëllojshmëri të gjërave dhe produkteve të freskëta sezonale. Brokoli, kungulli, domatet dhe avokadot janë prodhime të mëdha. Përdorni marrule në çdo ngjyrë në formë për të krijuar sallatat ose një larmi të madhe të ndryshme. Hani sa më shumë fruta të përpunuara dhe të avulluara lehtë dhe sallata të freskëta që i tresni më lehtë.
Proteinat. Shijo vetëm një sasi të vogël proteinash për vakte, e cila përkthehet në rreth 50 deri në 150 gram proteinë mundësisht organike. Për shembull, pulat e fushës, mundësisht gjeli detit, peshku i egër është një produkt i ulët në mërkur, mishi i qingjet dhe i lopës, të cilat janë shumë të mira për ju. Peshqi të tillë si peshku blu, merluci ose edhe skumbria dhe salmoni i egër janë burime të shkëlqyera të proteinës të shëndetshme dhe yndyrnave. Burimet e shkëlqyera organike të proteinave vegetariane janë në vezët e pulave, bishtajat, fasulet, thjerrzat, veçanërisht të kuqet, thjerrzat e gjelbra franceze dhe ato të zeza. Gjatë përgatitjes së fasuleve, për shijen më të mirë dhe tretjen më të lehtë, rekomandohet që të lihen një natë në ujë të pastër, më pas të kullohen dhe të shplahen para gatimit. Një grusht i mesëm me arra dhe fara të tilla si kungulli, farat e lulediellit janë veçanërisht të dobishme. Për energji të qëndrueshme, konsumoni karbohidratet komplekse dhe gjithashtu përfshini sa më shumë lëngje në dietën tuaj. Regjimi varfër ushqimor, jeta sedentare, përdorimi i tepërt i alkoolit dhe obeziteti janë disa prej shkaktarëve kryesor të problemeve që lidhen vazhdimisht me sëmundjet më të shpeshta të shqiptarëve, siç janë për shembull edhe problemet e kolitit. Një tjetër faktor që çon drejt shfaqjes së kolitit gjithashtu është edhe stresi emocional, ai fizik, me të cilën përballemi gjatë gjithë ditës. Disa prej simptomave më të zakonshme të kolitit janë dhimbje të vazhdueshme të barkut, kapslëk, diarre, ethe, ndryshime të pashpjegueshme të temperaturës trupore, rënje nga pesha, dehidratim dhe prania e gjakut në feçe. Sikurse ndodh edhe në shumë sëmundje të tjera, koliti mund të mbahet nën kontroll dhe të kujdesemi më shumë për dietën tonë ushqimore, duke ndikuar kështu edhe në balancimin më të mirë të gjendjes suaj. Ju mund të bëni një trajtim më të mirë edhe me zgjedhjen e ujit me oriz. Orizi bën pjesë në familjen e drithrave. Ai është i pasur me fibra të tretshme, të cilat përmirësojnë në dukshëm veprimtarinë e sistemit të tretës. Për trajtimin e mësipër ju nevojiten 500 gram me oriz, 2 litra ujë. Zjeni orizin në ujë për 15 deri në 30 minuta. Më pas e hiqni gradualisht orizin dhe e filtroni. Lëngun e përfituar mund ta ruani në frigorifer dhe ta pini 2 herë në ditë. Ju mund të bëni edhe një trajtim tjetër, gjithashtu edhe duke përdorur farat e lirit. Edhe pse në madhësi thuajse të pakonsiderueshme, farat e lirit kanë ndikime të jashtëzakonshme në organizmin e njerëzit, sidomos në sistemin tretës. Ato kanë në përmbajtje të tyre antioksidantë dhe përbërës antiinflamator që stimulojnë tretjen dhe luftojnë inflamacionet e zorrës së trashë. Trajtimi me farat e lirit duhet të ndiqet në mënyrë rigoroze për 15 ditë me radhë pa ndërprerje. Gjatë kësaj kohe duhet të hiqni dorë nga ushqimet e skuqura, erëzat pikante, ushqimet me aciditet të lartë, si agrumet, domatet, si dhe duhet të tregojeni të moderuar në lidhje me konsumin e kafeinës dhe pijeve të gazuara. Një gotë me ujë 200 ml duhet të shtohet edhe një lugë gjedhe me fara liri. E lini të pushojë për 12 orë dhe më pas e pini sërish të nesërmen. Gjithashtu, koliti mund të ndikojë në dietë, në temperaturë dhe në uljen e problemeve të shëndetit. Por për të menaxhuar më mirë dhe të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj tretës, duhet jeni të vëmendshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Për të përmirësuar tretjen, molla duhet jetë aleati juaj më i mirë. Një mollë në ditë mban larg doktorin. Ky nuk është një mendim i rastësishëm. Fruti t'i jep rreth 4 gram fiber që ndihmon zorën tuaj të lëvizë më mirë në baza ditore. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim me 80 pesëmarrës që treguan se fibra që gjenden tek molla kishte efekte laksative më të mira dhe ndihmonte peristaltikën, duke u mundësuar gjithashtu edhe lehtësime të dukshme kundër problemeve tuaja tretëse. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos rëndësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë